Forumi është i plotësuar. Edhe i mjaftueshëm për fillimin e ngjarjes, fjalën e pa kryetari i Këshillit, zoti Veçi. Atje përshëndetje, nisë një orë me në valës e Këshillit Bashkiak Vallëdajës. Me mbështetjen e ligjit që u teknon 2015 për vetë qeverisë vendore linji 53.4, linji 56.2, linji 57.2 kërëmësiri në stënë së mërë dhe rrasë e Këshillit Bashkiak Vallëdajës në luat sëtë ditën e me datë 29.5.2026 në orën 14:00 për installatë e Këshillit Bashkiak Vallëdajës në njësinë administrative Poshat. Me këtë rendite, pika para renditës, me jatimi proces të borit të mërë datë 23.2025 dhe informacionet për sekretet e mora me këtë rrëdhë. Pika 2. Projektimi për miratimin e kriterieve për familjet me nevojë që do të trajtohen në ndihmë ekonomike në përdorje të 6% të fondit të ndihmës ekonomike për vitin 2026. Pika 3. Projektimi bizonja ndihmës ekonomike nga fondi kushtetuar për muajin dhjetor 2025. Pika 4. Projekt dënim për përcaktimin e destinacionit dhe përdorimit të grantit të bazuar në performancë të Bashkisë Vallëdajës në program financimi nga financim të huaj. Pika 5. Projektimi për pranimin të moshuar çdo të dy shkollë pronare në qendrën e kompetencit rezidencial për të moshuar vlesa bardollosh. Pika 6. Projektimi për miratimin e listës së kërkuesve për programin strategjik social për mësimin e kushteve të banesave ekzistuese në zonave të papërshtatshme për mësimin e kushteve të banimit për komunitetet të varfra dhe të pafavorizuar. Pika 7. Projektimi për vazhdimsinë dhe vlerën e përfitimit për zotin Max Tamushi dhe zotin Arben Leke në programin strategjik së mencionit që rastëtimit të ekonomisë. Pika 8. Projektimi për paraprak të planit të mbështimit në ekonominë kryore gjatë rrëdhënies në administrimin e Bashkisë Vallëdajës. Pika 9. Projektimi për miratimin e listës së kollotave të gatshme për kollotje dhe kusitje bari dhe të pyrjet që kollote. Pika 10. Projektimi për miratimin e listës së ngastrave dhe ngastrave të gatshme për dhënien në përdorim. Pika 11. Projektimi për dhënien e ndihmës financiare të menjëhershme familjen që janë ndërtuar nga përmbytjet në datë 26/3/2025 banor e Bashkisë Vallëdajës. Dhe pika 13. Projekt dënim për dhënien e ndihmës financiare të menjëhershme familjes së shtetit si Markës Fpani ndërtuar nga zjarri në datë 6/12/2025 banor e Bashkisë Vallëdajës. Dhe pika 13. Diskutime ndryshme. Po kush një pyetje në diskutim për radhën e ditës? S'ka atëherë, e hallëm votim për radhën e ditës. Pro? Vota pro, kundër stasë në shka miratohet. Atëherë fillojmë me pikën e parë të analitikës. Miratimi proces e parë të mbledhur datë 23/12/2025 dhe informacionet vetë marrë me këtë mbledhje. Dokumentacioni keni përpara, jeni dakord? Pro. Pro, kundër shka miratohet. Atëherë, duke kërkuar leje për një fatkeqësi familjare që ka vjedhta, a mund na më kalu pikën 11 edhe 12 që duhet për me lëviz, për me fund. Atëherë fillojmë pra me pikën 11. Projekt dënim dhe dhënien e ndihmës financiare të menjëhershme familjeve që janë ndërtuar nga përmbytjet nga 26/3/2025 banor e Bashkisë Vallëdajës. Për këtë pikë analitik, ka redaktuar përgjigje e zyrës së mësimeve civile dhe familjes. Atëherë për ngjarjes së fatkeqësisë natyrore të pranuar 26/10/2025, ku ka pasur raste përmbytje të banesa në gjithë territorin e Bashkisë Vallëdajës, në sektorin e emergjencave civile janë paraqit 117 kërkesa. Është një grup i punës me 5 persona, 3 nga të cilët inxhinier ndërtimi, një jurist dhe një ekonomist, ku kanë bërë verifikimin familje për familje, edhe rezultati ka dalë që janë përfitues 38 familje, me shumën 5.190.260 lekë. Nuk po i lexoj bazën ligjore se nuk do të kemi Dokumentacioni kemi përpara. Kena pas edhe herë tjetër kena kthy për konsumimin. Kush ka në pyetje në diskutim? Për pikën 11. Tani keni gjë? Atëherë, në radhën e pikën 11. Pro?
19 vota pro, 1 s'ka, 1 s'ka, rejator. Filloj me pikën 12. Për vendim i dhënien e nisur një jashtë familjes së shteta Sigmar Frendi, i dëmtuar nga zjarri me 16/12/2025. Kjo është një banor e qytetit Vadenj, që ka pas një dëmtim të pjeshëm nga zjarri në një apartament banimi, edhe këtu ku sektori i energjive që më nga vështirë, në anë që projektohet dënim financiar të njëshme në shumë 50% të vlerës totale, 265.360 lekë. E sa në sikër, po e si një të një. Ka kush një pikën në diskutim? Për pikën 12? S'ka. E hadhën për pikën 12? Pro? 19 pro, 1 s'ka, 1 s'ka, një atër. Faleminderit. Faleminderit sa për shpirtin tonë. Inshallah morëm. Atëherë, fillojmë me pikën 2. Projekt vendim për miratimin e kriterëve për familjet e nevojshme të trajtohen në ndihmë ekonomike, në përdorur deri në 6% të fondit të ndihmës ekonomike për vitin 2026. Për këtë pikë në analizë në anëtar specialistë në ndihmën ekonomike dhe organizim. Të miratohen kriteret specifike për vitin 2026, mbi të cilat do të bazohet vendimi i Këshillit Bashkiak për të trajtuar me ndihmën ekonomike duke përdorur deri në 6% të fondit të kushtuar për ndihmën ekonomike. Familje të cilat nuk shtohen fituese sipas formulës së pikësimit. Kriteri i parë: familje të varfra, pa të ardhur ose të ardhur të pamjeftueshme që nuk plotësojnë nevojat base për jetesën. Kriteri i dytë: familje që kanë në përbërje një ose më shumë anëtarë me aftësi të kufizuar ose invalidime. Kriteri i tretë: familje me shumë fëmijë. Kriteri i katërt: familje me krye familjare të thjeshta, pa të ardhur ose të ardhur të pamjeftueshme dhe kanë probleme sociale. Persona që jetojnë të vetëm, të moshuar dhe kanë probleme shëndetësore, familje të pamjeftueshme që kanë në përbërje fëmijë që ndjekin arsimi i lartë, familje që nuk kanë pamesa ose jetojnë në veçora, familje që kanë në përbërje të moshuar, që nuk kanë pension ose kanë pension minimal, për familjare gratë të veja për të divorcuar, pa të ardhur ose të ardhur të pamjeftueshme. Për të pikën e dokumentacioni keni përpara. U shkon në pikë diskutim. Alla commissione è andata, come ti dico, erano tutti dentro. Però, 18 pro, 1 sta, 3 sta, e ator. Atëherë fillojmë me pikën 3. Projekt vendim i dhënë Ministrisë Ekonomike nga Fondi Kushtuar për muajin tetor 2025. Sa për të pikë transmetimit në tretën e ekonomisë. Të përfitonin ekonomike nga fondet e kushtuar për muajin tetor 2025, 125 familje me 404.233 lekë me 5,98% të fondit total. Në total për Bashkinë Ballënderës për muajin tetor 2025 kanë shkallën fitues 821 familje me një fond për 6.763.811 lekë. Por gjashtë përfshirë të këtij fondi është 405.328 lekë. Ka kush në pikë? Fondimi ekonomike që më ndref? Ska të jarë me pikë? Pro? 18 pro, 1 s'ka, 3 s'ka, me ato faleminderit. Atëherë fillojmë me pikën 4, projekt vendim për përcaktimin e destinacionit të kontribuimit të grandit të bazuar në performancë të Bashkisë Vallëndere me burim financimi nga financimi të fundit. Për këtë pikë kanë ditë Lazima Financës në relacion të zonave me Serbia. Finanța partite me ekonomi për partime destinacion për dorit të grant të bazuar në performancë, bashkë ajo duke bazuar këtë program është ka si qëllim zbatimin e udhëzimit të pasur të Ministrisë Financave për kriteret, procedurat dhe atribuesit për shpërndarjen e fondit të grantit të bazuar në performancë për bashkësitë në vitin 2025. Gjatë vitit 2025 është bërë nga AMND-ja në është dërgu një listë për kriterat që ne duhet me përcaktuar në lidhje me disa aplikasi financiare të tjera që përcaktojnë performancën e bashkisë dhe në kemi rezultuar si kema përsu, dhe më kanë kriterët që janë përcaktuar nga Komisioni Pensimit Aplikimit në kuadër të grantit bazuar në performancë dhe në ka ardhur shpresa që kena përfituar një fond prej 4.333.634 lekë.
me burim financiimi nga financimi i duar. Në atë tip për dënimi, ashtu siç na orienton dhe Ministria e Financës në këtë shkresë, jena angazhuar për me detaju destinacionin për me përdorë këtë fond. Ky fond do përdoret për zërën e buxhetit për mirësimin e kushteve të banimit për komunitetet e pafavorizuara, projekt që është pjesë e listës së projekteve prioritare, që është miratuar dhe me VKB numër 76 të datës 23/12/2025. Kjo është një mizat që ne tashmë nuna për pjesën e banesave dhe ne ashtu fond për këtë pjesë. Dokumentacionin e kemi parë, në biznis ose kemi të diçka. Dokumentacione keni përpara, komisioni është bravo, ka kush një pyetje? Do pyetjen 4. Ka kush një pyetje në diskutim? Atëherë hallim me pyetjen 4 pro. 18 vota pro, unë s'ka, shumë s'ka, mirë të përëndajtë. Atëherë, fillojmë me pikën 5, regullim për pranimin të mëshurit zorë të kërë shkollë për mrejtë, në qenë të përgjësit dhe në qenë për të mëshurit dhe i sa përgjësit. Për këtë pikë janë e ditë, la relatërën dhe zyre është të një të qenë për bashkit të dajnë, dhe në marketa dhe. Përshkritje, propozantën për Dush Përndrekaj, i cili është pensionist ka 4 vajzat martuara, të cilat jetojnë nga shteti, vetëm njëra në Tiranë. Për shkak të distancës gjeografike dhe angazhimeve familjare, vajzat nuk kanë mundësi kujdesin për të. Këtë situatë ka lënë të mëshuarin pa mbështetje të vazhdueshme, pa nisën e duhur për kujdes vitor dhe ushqimor, pa trajtim shëndetësor e tjerë. Ai ka banesën për ushqim, por nuk është në kushte të përshtatshme për banesën dhe nuk mund ta përdorë. Duke marrë parasysh moshën, gjendjen shëndetësore dhe fëmijë, mungesën e kujdesit familjar, propozohet akomodimi i tij në qendrën Vesa, ku mund të marrë për kujdesin e nevojshme, shërbime të bazë kujdeses, nivel mjekësore e tjerë. Po është një pyetje në diskutim? Hallim me pikën 5 pro. 18 vota pro, unë s'ka, s'ka, miratuar, përëndajtë. Atëherë fillojmë me pikën 6. Regullim për miratimin e listës të kursit me program ministerial special për mirësimin e kushteve të banesave ekzistuese në zonave pa përshtatshme, për mirësimin e kushteve të familjes për komunitetet e varfër dhe të pafavorizuara. Për këtë pikë të analizis, marrëtën zonja Damian Lavreshi. Për këtë pikë të analizis, ju kërkoj falë sa keni problem teknik për dokumentacionin në grupin e këshilltarëve, po sa të keni dokumenta përpara, komisioni është bravo. Përpara të këtij projekti, shërbimi social, vjen program ministerial të mirësimit të kushteve të banesave ekzistuese në zonat e pafavorizuara. Për mirësimin e kushteve të banimit për komunitetet e varfër dhe të pafavorizuara. Në kushtet e ligjit 24, ligjit 24 do të ndërtojë nisën e ministrit, rasta e ministrit, për të çështën vendore, i përdorim ministri të administrativit për shërbimin social të ndryshuar. Stabilit sektorit shërbimit social ka diluar procedurë administrative për administrimin, përfitimin dhe shqyrtimin aktivimeve për programin për mirësimin e kushteve të banesave ekzistuese në zonat e papërshtatshme për vitet 2004-2025. Pas përfundimit të fatës së informimit, asistimin dhe pjesë të komunikacionit, është proceduar në mbledhjen e Komisionit të Stimulit, i cili ka shtuar përgjigjetorët e aktivave. Rendita e listës së propozuesve që përcjell kriteret për ndërna Komisionit Shërbimit sipas sistemit të përcjellimit. Bashkëpunimi me lista. Dokumentacioni keni përpara, komisioni ndalë, përpara në pyetje. Me diskutim? Atëherë, e kemi listën e 4 persona, që të përcjellin ato dokumentacionin, dhe po ato objekti rregull do të thotë e tjetër tjetër ka aty gjithë të lëshmaku, po objekti është tjetër e montizuar, si ka do. Sepse nga dhe fjallë objekti shtetër e montizuar inxhinier të kanë aftësi për të marrë
Fundisht për datë bos fundisht ka nërru që pjesore që voja familje. Edhe njëre që kalon nga punë, nga me punë kekës Nuk më në përdollojnë nga Nuk është të tjetër punë ma të gusë. Nuk dhe fondi me Okej. Ka kështë një pike tjetër? Ska. Nësë në edhe në dy, një gjash pro, qëtë më të vota pro, punën s'ka, sunin s'ka, me ato. Pane me. Atje fillojnë në fikën 7, për reglamit për vazhdimësimin e drejtë përfitimit të zotit Met Stanushев dhe zotit Ardem Degje në programin shënimit të vëndësër të qeras me trejnë në dyre, pa për këtë këtë të anëgjim, nga për në kam së në 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 Komisioni Shënimit nga realizimin dhe shqiptimin e dokumentacioneve për në rrjetu e kontratët e qeras për zotin Met Stanushев dhe zotit Ardem Degje. Këtë banori të Pa kush në dokumentacion e njëve, para komisioni jam ladë, pa kush në ekritje? Pro? 18 pro, unë s'ka, film s'ka, një në të, pa në mërë. Atje filloj me pikën 8, për reglamit për mërjatimin para praktë të planit të bashkimin e ekonomikë të jore gjatë në administrim të bashkërisë për Bogdanë. Për këtë pikë kanë në ditë, për atëm inxinjerit Markësuns. Pa kush një pyetje? Për pikën 8, edhe për këtë pikë janë një dokumentet një për para, komisioni është lëllë, kush ka një pyetje në diskutim? Grehanë më të pikën 8, pro? 18 pro, punë s'ka, film s'ka, një atore. Atje filloj me pikën ma, revendim për mirëtimin e lisës së kullorëve të gazhë për kullorët dhe kusit e borë të pyjeve që kullorët. Për këtë pikë ka në dikë inxinjeri Markësuns. Kjo pas, dy pas vitin, kalon, dhe zërë vit, si mas kërtesa dhe në sektorit të kërtesa janë dhe gjatë një të vit, mund shqytorë. Në nëse më gërën të njësa më të ishme, në atërë një të të vit, pas jashtë asë e përshkuar edhe të një diturë, dhe gjërë se të ujturë e kullorë, dhe atërë i disë, dhe në atërë, dhe vazhdimin për një si të vit. Për këtë pikë janë një diturë dhe shumë janë para, komisioni janë la, pa këtë një pikë? Diskutit? Herë më këtë pikë ma, pro?
18 pro, punën s'ka, se në s'ka, miratorë. Atëherë fillojmë me pikën 10, projekt vendim për miratimin e listës së ngastave të gatshme për dhënien e përdorimi. Marrë për këtë pikë tani, për ato inxhinieri Maksimi. Neta gjallë, supervizën e supervizën e shkatuar, pas e dinga dhe përvisën e pilotëve, që mund tjetër në përgjën gjatë një të cila në përgjën të kërkesat e përgjën që më tjetë për dhënien e pilotëve, Marrë për këtë pikë tani, në emisioni e para, emisioni e ndërë, për shkone e pikën, e halë më dinë pikën 10, pro, 18 pro, punën s'ka, selim s'ka, miratorë, për në mesë. Pikën 11 të 12, i kalluar në fillim, pikë 13 të diskutimin e ndryshme, kur shkone e gjanë, në diskutim, për tjerë s'ka, dhe kërën gjurë nga për në mesë. Para